Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojni farmacit, sy tek faret e shalqirit dhe do kuroni një ndër sëmundjet më të përhapura. Shalqiri është fruti më i preferuar i sezonit të verës, është i këndshëm, hidratues, i pasur me vlera ushqyese dhe antioksidues, por shumë pak njerëz e dinë se edhe faret e shalqirit janë po aq të rëndësishme për organizmin. Mos i hidhni më faret e shalqirit pasi me to mund të përgatisni një çaj shumë të mirë për të detoksifikuar veshka dhe përmirësuar funksionimin e tyre. Çaji i bërë nga farat e shalqirit është përdorur prej shekuj me radhë për detoksifikimin dhe trajtimin e gurëve në veshka. Këto fara kanë një efekt të fuqishëm pastrues dhe ndihmojnë për eliminimin e toksinave dhe mbetjeve në trup dhe parandalojnë formimin e gurëve në veshka. Farat e shalqirit kanë gjithashtu një efekt laksativ që përmirëson tretjen. Përveç kujdesit për shëndetin e veshkave, ju mund të pini gjithashtu çaj me farat e shalqirit për të rregulluar edhe tensionin e gjakut. Ja si mund ta përgatisni një çaj me farat e shalqirit. Përbërësit janë 40 gram fara shalqiri, 1 litër ujë dhe 150 gram shalqi, priteni në pjesë të vogla. Fillimisht të vloni ujin, ndërkohë që uji po zihet, bluajini farat në një havan, i shtoni ato tek uji dhe i lini të zihen për gjysmë ore. Më pas i hiqni nga zjarri dhe lëreni përzierjen të ftohet për gjysmë ore. Kullojeni lëngun dhe përzijeni me shalqirin e shtypur. Ruajeni përzierjen në frigorifer, është më mirë në një shishe xhami. Si duhet ta konsumoni? Duhet ta konsumoni këtë çaj me temperaturën e ambientit. Filxhanin e parë pini në mëngjes me stomakun bosh, ndërsa filxhanët e tjerë i pini gjatë ditës pas çdo vakti. Përsëriteni këtë trajtim 2 herë në javë derisa të arrini rezultatet që dëshironi. Nuk duhet t'i hidhni sheqer çajit, por nëse doni pak më të ëmbël mund t'i shtoni pak mjalt. Duhet të kujtoni gjithashtu që të mos e kaloni sasinë e rekomanduar të farave të shalqirit, 40 gram. Ja pse duhet të hani shalqi çdo ditë. Shalqini është një nga frutat më të lëngshme dhe të shëndetshme për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe fibër. Përfitimet që njeriu merr nga shalqini janë të mëdha. Këtu ju do të rendisin vlerat e mëdha të shalqinit dhe siguroni që të mos mungoj më në tryezat tuaja. Mund ta përfshini në sallata të ndryshme, të gjelbra shoqëruar me djath, sipas dëshirës. Shëndeti i zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantë të cilët ulin rrezikun e atakut në zemër. Mbrojtje për gjymtyrët. Shalqini përmban pigmente natyral që luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime kanë treguar se fal konsumit të shalqinit, njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizma ose artriti. Antioksidantët. Ngjyra e kuqe e shalqinit i atribuohet likopenit, një antioksidant i cili ulë rrezikun e radikaleve të lira apo diabetit. Shalqini përmban më shumë likopen se domatët dhe se çdo perime tjetër. Mbrojtja e lëkurës. Ngrënia e shalqinit shërben si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin edhe ndaj djegjeve nga dielli. Shëndeti i syve. Një racion me shalqi plotëson 30% të nevojës ditore për vitaminë A, e cila është elbësore për shëndetin e syve. Hidratim. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në organizëm e drobit atë. Zbutja e lëkurës. Shalqini përmban vitamina A, B6 dhe C, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e lëkurës së butë dhe të lëmuar. Shalqinin mund ta shfrytëzoni dhe si një maskë lëkure duke e përzier lëngun e tij me kos. Mbajini 10 minuta dhe më pas shpërlajini. Më shumë energji. Uji, antioksidantë dhe aminoacide tek shalqini
e bëjnë atë ideal për njerëzit të cilët kryejnë aktivitete fizike intensive. Shalqini përmban edhe shumë kalium, një mineral që ushqen muskuj dhe garanton më shumë energji. Sheqeri në gjak. Niveli glicemis tek shalqini është 80, por fal karbohidrateve që ai përmban do të thotë se si frut nuk arrin të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Tretja, njerëzit të cilët vuajnë nga koliti nuk duhet i thonë jo shalqinit, sepse ai është një frut shumë i mirë për të tretur. Shalqini është shumë i butë dhe i lëngshëm, ndaj nuk i shkakton asnjë dëm stomakut. Lëngu i shalqinit është një pije freskuese dhe në të njëjtën kohë detoksifikuese, mjaft e mirë në stinën e verës. Thuaj se asnjë frut nuk mund të jap dozë aq të mirë lë citrullin sa mund t'ju jap shalqini. Shalqini gjallëron trupin dhe qelizat, gjithashtu pastron veshkat, tëmbthin, fshikëzën e të tjerë. Lëngu i shalqinit është gjithashtu ideal edhe për të mbrojtur mëlçin dhe për të alkalizuar trupin. Është antioksidant. Lëngu i shalqinit është i pasur me disa nga antioksidantët më të fuqishëm të natyrës. Gjithashtu, ky lëng është edhe i pasur me vitaminën C dhe beta-karotenin, e cila do të kthehet në vitaminën A në trup. Këto antioksidantë reduktojnë pllakjen dhe parandalojnë sëmundjet që shfaqen nga radikalet e lira. Një dietë e lartë me vitaminë C dhe beta-karoten zvogëlon në rrezikun e sëmundjeve të zemrës, azmën, artritin e të tjerë. Lëngu i shalqinit rrit sistemin imunitar dhe përmirëson shikimin. Është i pasur me likopen, një tjetër antioksidant shumë i fuqishëm. Likopeni lufton radikalet e lira dhe parandalon inflamacionin. Likopeni ju mbron nga sëmundjet e këqija, veçanërisht nga sëmundja e zorrës së trash, stomaku, pankreasi dhe mushkrit. Ai ndihmon edhe kundër dëmtimit të ADN-së gjithashtu. Është i pasur dhe me vitaminën B6. Këto vitamina janë jetike për shëndetin e njeriut dhe trajton simptomat e ankthit dhe depresionit. Ai është gjithashtu një rregullator shumë i mirë i hormoneve dhe ndihmon gratë gjatë ciklit menstrual. Lëngu i shalqinit është i pasur me vitamina, minerale dhe lëndë ushqyese shumë të rëndësishme për trupin. Pini lëng shalqini 2 apo 3 herë në ditë. Një shalqi i mirë është një ushqim i shëndetshëm, kështu që është e rëndësishme të dini se si ta zgjidhni pavarësisht se ku ndodheni, në një dyqan ushqimor apo në një treg. Kur vjen koha për të zgjedhur shalqinin e përsosur, njerëzit shpesh bëjnë zgjedhjen e tyre bazuar në këto 3 karakteristika: praninë e farave ose mungesën e tyre, madhësinë dhe pjekurinë. Përcaktimi i pjekurisë kërkon disa njohuri. Në mënyrë tipike, një prodhues matë ëmbëlsinë e një shalqini me pajisjen e tij. Nëse pajisja tregon numrin 10, ëmbëlsia është standarde, nëse ajo tregon numrin 11, konsiderohet shumë i ëmbël. Por cilësia e shalqinit nuk bazohet vetëm tek rezultati që ka nxjerrë ajo pajisje. Këto këshilla do t'ju mësojnë si të zgjidhni shalqirin më të mirë. Gjeni një pjesë të verdhë të shalqinit. Pjesa e verdhë e shalqinit tregon nëse është pjekur aq sa duhet apo jo. Nëse është e pjekur, gjyra duhet të jetë e verdhë kremoze, gati si gjalpi. Sa më e madhe të jetë pjesa e verdhë, aq më shumë kohë i është dashur shalqinit të piqet. Nëse pulla duket disi e bardhë dhe jo e verdhë, atëherë nuk është shumë i pjekur. Trokiteni lehtë me gisht. Trokiteni lehtë me gisht dhe nëse dëgjoni një tingull të thellë, do të thotë se shalqini është pjekur tamam. Nëse lëshon një zhurmë të mërzitshme dhe të hollë, do të thotë se është pjekur më shumë se sa duhet dhe mishi brenda do të jetë i butë ose i prishur. Kërkoni një shalqi të rëndë. Gjithashtu, një shalqi i mirë ka të ngjarë që të jetë më i rëndë se pjesa tjetër e shalqinëve. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.